Siç e shikoni miq, jemi në Shqipëri dhe këtu jemi tek Rossmann Sakrau. Interesi ishte shumë i lartë dhe unë u detyrova të krahasoj çmimet e Gjermanisë me çmimet e Shqipërisë. Disa produkte arrinin këtu në Shqipëri të ishin deri në 7.000 lekë më shtrenjtë. Çmimi në Shqipëri me ofertë nga 18.250 lekë, 13.065 lekë. Dashi 8.49 në Gjermani. 45 lari, 19.075 lekë, është një çmenduri. Arieli 45 lari është 11.99 në Gjermani. Ariel 19.075 lekë. Kurse Arieli 50 lari është 1.99 në Gjermani. 1.65 lekë. Demoli është 0.99 cent në Gjermani. Kjo është një çmenduri Sogranisheve në Shqipëri 4.900 lekë. Sograni 2.99 në Gjermani. 2.45 lekë. Ajax 1.89. Në gjithë botën, qendra tregtare funksionojnë shumë më lirë se sa në Shqipëri. Në përgjithësi, në gjitha dyqanet çmimet janë shumë të larta, sidomos tek Rossmann Sakrau. Shumica prej jush më kishit komentuar jo dogana, jo transporti. Po, në Shqipëri, krau punëtorik është më i lirë dhe taksat janë më të lira dhe normalisht çmimet do t'jenë edhe pak më shtrenjtë, nuk prish punë. Tani është në dorën tuaj, ti bojkotoni. Shumë miq dhe shok e kanë gjetë zgjidhjen. Në fundjavë ikin në Greqi, Maqedoni dhe në Kosovë. Karburanti më i lirë, çmimet më të lira dhe më cilësore. Ju përshëndes dhe uroj gëzuar festat.